Sot, lutu përmes fjalës me David Plat. Si kaloi shabati, Maria Magdalena dhe Maria, nëna e Jakobit, dhe Salomea, blen aroma që të shkonin të vajosnin Jezusin. Në mëngjesin e ditës së parë të javës, shumë herët, me të lindur dielli, erdhën te varri. Dhe thoshin në mes tyre, kush do të na rrokullis gurin nga dera e varrit? Dhe kur ngritën syt, panë se guri ishte rrokullisur, sepse ishte shumë i madh. Hyn pra në varr dhe pan një djalosh të ulur në të djathtë, të veshur me të bardha dhe u trembën. Dhe ai tha atyre, mos u trembni, ju kërkoni Jezusin Nazarenas, të kryqëzuarin, ai u ringjall, nuk është këtu. Ja vendi ku e kishin vënë. Por shkoni dhe u thoni dishepujve të tij dhe Pietrit, se ai po shkon para jush në Galile, atje do ta shihni, ashtu siç ju pati thënë. Dhe ato dolën shpejt dhe ikën nga varri, sepse i zurit merri dhe habia, dhe nuk i thanë kurkujt asgjë, sepse kishin frikë. Mateu kapitulli 16, vargu 1 deri në vargun 8. Ka shumë gjëra për të cilat mund të flasim dhe të lutemi për të dielën e Pashkës. Por unë dua të theksoj diçka para se të lutemi, para se të adhurojmë Jezusin, dhe është fakti që ai është ringjallur prej së vdekurish, që nuk është i vdekur dhe që është gjallë. Ajo që dua të vini re është mënyra se si Ungjilli sipas Markut e përfundon këtë pasazh, dhe po të lexoni Biblën tuaj, do të kuptoni diçka te Marku kapitulli 16, vargjet 9 deri në vargjet 20. Ju do të vini re një shënim që tregon se disa nga dorëshkrimet e hershme nuk i kanë përfshirë këto vargje të fundit, sepse besojnë se ato vargje janë shtuar më vonë. Ndaj mendoni këtë, po sikur ky të jetë fundi i Ungjillit sipas Markut. Dhe vargu 8 thot, dhe ato dolën shpejt dhe ikën nga varri, sepse i zurit merri dhe habia, dhe nuk i thanë kurkujt asgjë, sepse kishin frikë. Ne dim që Marku po e shkruante Ungjillin e tij për të krishterët që po përndiqeshin në shekullin e parë, që po përballeshin me tundime nga çdo lloj ane, për të heshtur që të mos ndanin lajmin e mirë të Jezusit, vdekjen dhe ringjalljen e tij prej së vdekurish. Marku e shkroi këtë Ungjill dhe la një shënim sikur donte të thoshte, mos lejoni që kjo të jetë mënyra se si përfundon historia juaj, me frikë. Mund të jetë frikë për atë që të tjerët mendojnë për ju, se çfarë të tjerët mund t'ju bëjnë nëse shpallni Jezusin. Jo, bëheni të njohur në të gjithë botën lajmin e mirë. Kështu unë dua t'ju drejtoj në lutje për përhapjen e lajmit të mirë sot. Ne do të lutemi që të gjithë kishat ku ndahet lajmi i mirë, sa më shumë njerëz të besojnë te Jezusi, dhe ne të kemi një guxim të ri për të rirë, si ndjekës të tij, për ta bërë të njohur lajmin e mirë të njerëzit përreth nesh dhe të njerëzit larg nesh. Ne do të lutemi që fundi i historisë tonë të mos jetë me ne që nuk e ndajmë lajmin e mirë për shkak të frikës. Jezus, ne të lavdërojmë sot dhe për çdo ditë, por veçanërisht sot për ringjalljen tënde prej së vdekurish. Ne të lavdërojmë që e mposhtë vdekjen, që e mposhtë mëkatin, satanin dhe varrin. E gjithë lavdia është për emrin tënd, sepse të gjithë ne që kemi besuar në ty, kemi jetë të përjetshme me ty dhe shijojmë jetën tënde sot. Ne të lavdërojmë sepse ti nuk fole thjesht nga qielli, por je i gjallë dhe je ngritur në qiell. Ti do të kthehesh prap. Perëndia të ka lartësuar dhe e gjithë lavdia është për emrin tënd, Jezus. Ne lutemi që të na çlirosh nga të gjitha frikërat dhe që të na ndihmosh të shpallim këtë Ungjill me besim. Sot ne lutemi që miqtë dhe anëtarët e familjes tonë të besojnë tek ti. Na ndihmo që të ndajmë lajmin e mirë kudo sot. Në këtë javë lutemi që të kemi një vendosmëri për të shpallur Jezusin si Zot të njerëzit përreth nesh që janë në nevojë të kenë ty si Zotin e dashur në jetën e tyre. Perëndin e lutemi për këtë. Ka rreth 7.000 fise në botë, 3 bilion njerëz që nuk kanë shumë njohuri ose nuk e kanë dëgjuar fare Ungjillin dhe lajmin e mirë të emrit tënd, Jezus. Prandaj na përdor, Perëndi, që të ndryshojmë këtë gjë. Lutemi që të na ndihmosh të bëjmë dishepuj nga të gjithë kombet, ashtu siç ti na ke thënë pasi u ringjalle. Perëndi, të lutemi të na ndihmosh të jemi besnik, të bindemi urdhërimeve të tua dhe planit tënd për të bërë të njohur Ungjillin te të gjithë kombet e botës. Perëndi, ne lutemi që frika të mos na mbraps, që të jemi të bindur ndaj urdhërimeve të tua, që të tjerët të mund të njohin ty si Zotin e ringjallur
dhe të lartësuar në jetët e tyre. Lutemi për këtë në emrin e Jezusit. Amen.